Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Këtë ditë mund të të vendosë përballë një zgjedhjeje që kërkon vendosmëri. Mund të ndihesh i shtyrë të ndryshosh një mënyrë të vjetër veprimi dhe të provosh diçka më të guximshme. Në punë, pritet të marrësh një informacion që të ndihmon të planifikosh më mirë hapat e ardhshëm. Demi. Energjia e ditës të fton të përqendrohesh tek stabiliteti dhe siguria. Mund të mendosh për disa plane financiare ose për një investim të vogël në të ardhmen. Në punë është e rëndësishme të mos nxitohesh me vendime, por të analizosh çdo detaj. Në dashuri, një gest i vogël nga partneri mund të të bëjë të ndihesh i vlerësuar. Binjakët. 6 marsi mund të sjellë shumë lëvizje dhe komunikim, mund të marrësh një telefonat, mesazh ose lajm që ndryshon ritmin e ditës. Në aspektin profesional, është momenti mirë për të diskutuar ide dhe për të krijuar lidhje të reja. Në jetën sentimentale, sinqeriteti dhe humori yt do të ndihmojnë të krijosh atmosferë të këndshme. Gaforia. Kjo ditë mund të të bëjë më reflektuese se zakonisht. Mund të mendosh për disa vendime të fundit dhe për drejtimin që dëshiron të marrësh në të ardhmen. Në punë mund të kërkohet më shumë përqendrim, por rezultatet do të jenë të kënaqshme. Në familje ose në dashuri, mund të marrësh mbështetjen që të nevojitet. Luani. Energjia e 6 marsit të nxit të jesh aktiv dhe të marrësh iniciativa. Mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë tua para të tjerëve. Në punë është momenti mirë për të marrë përgjegjësi të reja. Në dashuri mund të ketë surpriza të këndshme nëse tregohesh më i hapur emocionalisht. Virgjeresha. Kjo ditë kërkon organizim dhe qartësi në mendime. Mund të përqendrohesh në përfundimin e disa detyrave që kanë mbetur pezull. Në aspektin profesional mund të vlerësohet serioziteti yt. Në jetën personale, një bisedë e qetë me një mik ose partner mund të të ndihmojë të shohësh gjërat më qartë. Peshorja. 6 marsi sjell nevojën për ekuilibër midis punës dhe jetës personale. Mund të kesh disa angazhime që kërkojnë diplomaci dhe durim. Në punë, bashkëpunimi me të tjerë do të jetë çelësi i suksesit. Në dashuri, një moment romantik mund të sjellë më shumë afërsi dhe mirëkuptim. Akrepi. Kjo është një ditë ku intuita jote mund të të ndihmojë shumë. Mund të kuptosh më mirë një situatë që deri më tani ka qenë e paqartë. Në punë është mirë të veprosh me strategji dhe të mos zbulosh menjëherë planet e tua. Në jetën sentimentale, një diskutim i sinqert mund të sqarojë disa emocione. Shigjetari. Dita mund të sjellë dëshirë për ndryshim dhe për eksperienca të reja. Mund të mendosh për një udhëtim, një projekt të ri ose për një aktivitet që të frymëzon. Në punë mund të lindë një ide interesante që meriton vëmendje. Në dashuri, spontaniteti yt mund të krijojë momente të bukura. Britsjapi. 6 marsi kërkon fokus dhe planifikim të kujdesshëm. Mund të përballesh me disa përgjegjësi shtesë, por përvoja jote do të ndihmojë të menaxhosh mirë. Në financa është mirë të tregohesh i matur. Në jetën personale, një moment i qetë me familjen mund të japë energji pozitive. Ujori. Kjo ditë mund të sjellë ide të reja dhe dëshirë për të bërë diçka ndryshe. Mund të ndihesh më kreativ dhe më i hapur ndaj bashkëpunimeve. Në punë është momenti mirë për të ndarë mendimet e tua me të tjerët. Në dashuri, komunikimi i hapur mund të sjellë më shumë mirëkuptim. Peshqit. Energjia e kësaj dite të fton të dëgjosh intuitën tënde. Mund të ndjesh nevojën për pak më shumë qetësi dhe reflektim. Në punë, kreativiteti yt mund të të ndihmojë të zgjidhësh një çështje në mënyrë të zgjuar. Në dashuri, një moment i ndjeshëm ose romantik mund ta bëjë ditën më të bukur. Horoskopi në Top Albania Radio.